Sot legjendet do të flasim për dy tema të aktualitetit. Do ta nisim me të parën që ka ndodhur së fundmi për sa i përket ngjarje të shëmtuar dhe të rënë që humbën jetën dy të rinj. Dhe pyetja ime konkrete për ty është sa kushton një kafe në Shqipëri? Po, zoti Altini i emisionit PIS, pyetja është inteligjente. Duhet patur parasysh që këta tema nxehta duhen analizuar në thelb, në thellësi. Më mirë se sa ti nuk e analizon Po, askush. edhe unë si qytetar do jap mendimin tim, dhe me thonë. Jo vetëm si qytetar, edhe si një analist. Po, edhe ndoshta është dhe zgjidhja e duhur, pasi siç e dini e kemi intuitën, kapacitetin që të japim përgjigje problemeve. S'bëhet fjalë. Tani për sa i përket, ndodhin vrasje me 50.000 euro. Të eliminon, për 50.000 euro i jep, thot, kryjm punë. Ndodh edhe për trazira të rasit, dhe me thonë një zënke të qasit, edhe aty dhe me thonë umbet jetën. Duhet patur parasysh që tani mendimi im personal ishte që ti ishe ministri i brendshëm dhe jo zonja Albana Koqiu, pasi siç e dini ti je i gatuar me vaj dhe me uthull. Dhe i din dhe me thonë se ku qëndron problemi, cili është problemi. Ti dhe me thonë e ka problemin që në aeroport. Sa nevojë kisha për këtë gjë. Sa po vinë ata që i kthejnë Anglia, i kthejnë Franca, i kthejnë Gjermania, ti tak me anë të policisë civile. Kufitare? Civile, po. Civile, edhe ishe lëvizjet e tyre, dhe me thonë. Siç dihet për shembull, për çdo person derisa të adaptohet me ambientin, derisa ta merr veten në gjendje pune ashtu, dhe me thonë ti i le policin aty që mos shkelin në rast kalbu. Bravo. Dhe me thonë, kjo ishte... Po ju të thua? Po ti ishe ministër, dhe me thonë, kjo do ishte zgjidhja jote, dhe me thonë që të ulje kriminalitetin. Bravo. E bëj thua? Je bë, po je nona. E qanë. O, zot. Edhe kështu... Sot ditë ka ardhur. Edhe kështu që... Sa diell, domethënë, imagjinos. Po, edhe kështu që nuk ka nevojë për inteligjencë artificiale, nuk ka nevojë për gjëra të tilla të shpikur ashtu, pasi tek ti është natyrale, dhe me thonë zgjidhja e problemeve në kohën e dur, në momentin e dur dhe për njerëzit e dur. Atë më vëlla, aty më ri. Edhe kështu që në qoftë se kryeministri Rama 4 shikon piskun, ju ftoj t'i jepni një shans zotit Altin. Po. Pasi mendoj jo vetëm si shok, por edhe si qytetari, edhe si qytetari denj, e ka asin që ta vën këtë vend për shinash më vëlla. Ju e pat ishte protesta UÇK-s. Ishin 3.000-4.000 luftëtar këtu në shesh. Po duhet një burr shteti që me mbajt rendin, se tani 4.000 kosovar të UÇK-s, dhe me thonë, janë shumë aktivë dhe një ministre e brendshme nuk arriti përballoj, dhe me thonë... Tani sa kushton kafja në Shqipëri? Po, kafja në Shqipëri, dhe me thonë, në këto kioskat, është 50 lekë. Kurse, na jep një flamur një minutë, sa ta trondisim pak, valisim. Ta trondisim, ta valisim. Po, edhe tani duhet patur parasysh që situata në vendin tonë, çdo ditë më shumë po vështirësohet, po komplikohet, po ndërlikohet, për vetëm në arsye se kriza ekonomike se vije thellohet. Tani njerëzit përpiqen të japin zgjidhje vet, po zgjidhja është në atë mënyrë që situata del nga kontrolli. Si për vetë qeverin, kalem të pyetja dytë. Por ma thuj tash sa bën një kafe në Shqipëri për ta mbyllë të që të kalojmë ke tema tjetër që temë nxehtë. Po, tani unë kam lindur në Tiranë, dhe me origjinë si që dini... Ka qef i nisë kështu, do më përgjithësi e se. Me origjinë si që dini jam nga Peshkopia. Tani më varet se tani ka kafe espresso, kafe turke, dhe kafe light. Si që kafe light. është më e lehtë. Ajo që i bë reklam George Clooney. Edhe tani... Sa kushtojnë do? Po, kafja në shtëpi është falas. Ndërsa këto kafe në për kështu më varet se si rasist, në qëse del një gocë e bukur të shërben,
ati shko 10.000 lekë, se du t'i lesh bakshish, pastaj du të hapësh pak, pastaj kafja pa whisky nuk shkon, Nuk shkon pa u hapë, pra, atë desha të them, dhe kështu që... Kur hyn kafe, për shembull, thonë që është fik ekspresi, si bëhet në rast? Aty dhe me Sa thonë... kushton kafja aty? Aty dhe me thonë, shkon aq sa të kesh në xhepa. Qa të kesh në gjëtë, jo sa të kesh në gjëtë, qa të kesh do? Dhe me thonë, ati... Po mja, a vritet një njëri, pse si bëre kafe për shumë? Dhe vrisit një njëri në që ose s'bën kafe? Po tani më varet të situata psikologjike që ndodhet personi, në që se ti ndodhesh në një stres, në një monotoni, në një përshkallëzim, atëherës, si që i thonë populli tik petulla. Tik petulla. Dhe të del situata nga kontrolli, dhe atëherës kemi shumë raste që vllai me vlla, grinde vllai me kushirin, e eliminon, e gjëra të tilla, domethënë shoku me shokë. Ore vlla me vlla pranohet, po të vrasësh tjetër pse s'boni kafe? Po, domethënë unë e pash këtu te dollari, ishin të luajt domino. Po. Nuk e vori 4-3-shin, e vori 4-2-shin, ja futi në grusht. Me vërtet? Për i 4-2. Po, se e bllokote shokun me 4-2. Edhe për atë, po. Po nuk godit të tjetër për i kafe. Unë kam humbur 1 milion euro, 2 milion euro dhe kam dash ta puth në faqe kurse ai bi ngrush për i gur dominoje. Nuk bëhet. Do të thonë janë këta raste që nuk do ndodhin. Tregon gjaknxetësi. Pse ndodh kjo gjaknxetësia ose pse ka arrit shqiptarët kanë arritur në këtë pikë që të vrasin të tjerë për një kafe? Çfarë po ndodh? Zoti Altin i emisionit Pisk. Pyetje shumë inteligjente edhe kjo. Pyetja është, do të thonë, inteligjente dhe duhet patur parasysh tani ti thellojmë gjërat. Bravo. Si ta dhëmbi për shembull kur po bie në kokë tani. Po tani është e tillë, do të thonë, që bëhet nganjëherë dhe pa dashje, ëh. Po. Ti ke situata nga kontrolli dhe kështu që njerëzit grinden edhe për gjëra dhe më koti se sa një kafe. Tani ne jemi fokusuar të problemet si ndë një dhe me thonë që nuk ka bot kuptim më të lartë se Shqipëria, por duhet patur parasysh që konflikti Ukrainë-Rusi, konflikti Gaza-Izrael, dhe me thonë, janë këta plot shembuj, dhe me thonë që nuk ndodh vetëm me njëri tjetrin mes nesh, por dhe shtet me shtet. Hajde pra. Pa se tha ngrije zërin. Hajde qik shumë më zingris. Edhe tani diplomacia ka rolin e saj në zgjidhjet e problemeve. Përmbledh këtë tani që të kalojmë këtë temë tjetër që është temë më interesante, është çështje futjesh. Po sot do të thonë kemi aktivizuar problemet dhe zgjidhja u përket Ministrit Brendshëm? Po, edhe Ministrisë Mbrojtjes, Dgjoj. Po këtë si është situatën me aeroportin e Vlorës? Për Bexhet Pacollin, flitën të skenarit, e këto filmat e gjërat e... Çka ke arrit të zbulosh, të zbërthesh, të analizosh, të na nxjerrësh konkluzion për të na dhënë një përgjigje? Çfarë po ndodh atje? Zoti Altin, pyetja është inteligjente. Duhet patur parasysh që problemi i aeroportit Vlorës është problem jo vetëm për vetë qytetarët e Vlorës, por një problem kombëtar. Pasi siç e dini, në 1912 Ismail Qemal Bej Vlora, që ngriti flamurin në Vlorë, dhe me thonë, dhe është, dhe me thonë, një fjertet, dhe me thonë, një kënaqësi kombëtare, dhe me thonë, që të vish nga Washingtoni dhe të ulesh në aeroportin e Vlorës, dhe me thonë, si që shkruan në aeroport, dhe me thonë, Washington Vlorë. Ajo, dhe me thonë, një kënaqësi e papërshkruar, dhe me thonë. Kjo është ajo që ti kishe fantazuar dhe imagjinuar në kohën tënde kur mendoj që do të ndërtohet aeroporti Vlorës. Tani që janë pezulluar ndërtimet, gjërat dhe kanë ndodhur këto konfliktet. Po, nuk ka birnone që ta pengon aeroportin e Vlorës përfunduari. Pasi, siç e dini, ne do fillojmë protestat në 28 qytetet e vendit, gjithashtu edhe në Kosovë apo në Maqedoni, që aeroporti i Vlorës përfundoj sa më parë. Dhe kështu që mobilizimi jonë do e bëj që problemi të internacionalizohet. Të bëhet shkoj deri në veshjen e Trumpit. Dhe zgjidhja të jetë
shumë e afërt, ha. Dhe Çfarë problemi ka aty? Çfarë po ndodh aty? Po tani problemi është se kryeministi Rama bën debate me këta të mëdhejt e huaj dhe ata për t'ju kundërvën bëjnë pengesa të tilla, domethënë, kurthe. Ke parasysh? Pra ne nuk i bëjmë kurthe njëri tjetrit, po na e bëjnë të huaj. Ke parasysh? Ja. Ne domethënë jemi viktim në këtë rast, pasi sulmuemi nga të tjerët dhe na pengon, po